Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar shikues, njeriu në jetën e kësaj bote shpesh ballafaqohet me mundime, me vështirësi të ndryshme dhe me sprova të ndryshme të cilën atë vazhdimisht e godasin. Pothuajse çdo njeri që jeton, frymon në këtë botë, pothuajse ka mu ballafaqo me këto vështirësi. Por ne si besimtar duhet ta kemi parasysh një gjë, të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka thënë në Kur'an, ku Allahu i lartësuar thot: "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Nëse nolëm edhe meditojmë rreth këtyne dy ajeteve, ku Allahu i lartësuar na drejtohet që në kulmin e vështirësisë Allahu i lartësuar do ta sjell lehtësimin për ne. Andaj ne, kur të ballafaqohemi në jetën e kësaj bote me vështirësi, asesi duhet ta hupim shpresën tek Allahu subhanahu wa taala, nga se Allahu i lartësuar neve na ka premtuar që ka më ardh lehtësimi për ne. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar na u drejtohet me këto fjalë: "Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin." Allahu subhanahu wa taala thot: "O besimtar, kërkoni ndihmë tek Allahu me durim dhe me namaz, sepse me të vërtet Allahu është me të duruarit, me ata të cilët bojnë durim." Allahu i lartësuar na ka treguar dy elemente, të cilët ne, nëse ju përmbahemi në sprova të ndryshme, ne kena me i kalu lehtësisht ato. E para është në momentin të cilën goditemi me një sprovë të bëjmë durim, dhe ta dim se ajo vetë se ka ardhur me caktim të Allahu subhanahu wa taala, dhe asgjë ndryshe s'kish pas me ndodh posa asajna që Allahu i lartësuar e ka shkruar. Dhe kjo e bën besimtarin të lehtësuar, duke e ditur se caktimi i Allahut është ai më i miri për të. Dhe patjetër që është caktimi i Allahut më i miri për të, nga se Allahu subhanahu wa taala është rregulluesi i qiellit dhe i tokës, dhe çka mes tyre. Allahu subhanahu wa taala i ka rregulluar me urtësi precize gjithçka në horizont. Dhe a mendon, o vëllai dashur dhe motër e nderuar, se Allahu subhanahu wa taala ty nëpërmjet një sprove ka dashur të rënoj? Asesi. Allahu i lartësuar nëpërmjet sprovës ty dëshiron të pastroj. Ty dëshiron të ngrit. Ty dëshiron të afroj tek vetja e tij. Andaj ti në momentin që goditesh ta pranosh atë si caktimi i Allahut dhe urtësinë, edhe pse ti nuk e di, Allahu subhanahu wa taala e di më së miri. Dhe kjo e bën që të ketë besimtari një qetësi në zemrën e tij dhe të ndihet rahat shpirtërisht. Dhe namazi është kulmi i adhurimit. Namazi është adhurimi më i mirë që mund ta bëjë njeriu në jetën e kësaj bote, nga se e ka çdo ditë nga 5 herë në ditë mu taku me Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kum kriju njerëzit, nuk i kum kriju gjenët dhe njerëzit për asgjë përveç se të më adhurojnë. Pra qëllimi i krijimit është adhurimi, e nëpërmjet adhurimit ti edhe e fiton durimin, edhe bën durim në kohë të fatkeqësisë. Pastaj çka duhet kuptuar? Duhet kuptuar që plani i Allahut subhanahu wa taala është më i miri. Çfarë do që mendojmë ne për veten tonë, aja nuk është e duhura, sepse ne nuk e dim të ardhmen. E Allahu subhanahu wa taala e di të tashmen, e di të kaluarën dhe e di të ardhmen, se çka do të vjen dhe çka është më e dobishmja për neve. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar, ku ka thënë: "Është çudi puna e besimtarit. Çdo sen që godet një sprovë është hajër për të. Po edhe nëse Allahu subhanahu wa taala i jep mirësi, është mirë për të, sepse ai e falenderon në kohë të mirësisë dhe falenderon atë, kurse në kohë të sprovës ai bën durim dhe fiton shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala." I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith: "Ajo që ka caktuar Allahu për mua, patjetër që të ndodh, dhe un jam i kënaqur me të. Por ajo që më ka ndodhur mua, patjetër që ka pas më ndodh, nga sepse atë Allahu e ka shkruar dhe un jam i kënaqur me caktimin e tij." Dhe në fund, shikues të nderuar, duhet ta kemi parasysh se është e pamundur të ikim caktimit të Allahut azza wa jall.
Andaj edhe duhet të jemi të lehtësuar me atë të cilën Allahu ka vendosur për ne, sepse ajo është më e mira.